Punimet për habilitimin dhe asfaltimin e rrugës Unazës në Vlorë vijojnë me ritme intensive, ndërsa një pjesë e rëndësishme e këtij aksi ka përfunduar tashmë. Segmenti nga zona e 7 pallateve në ujin e ftohtë deri në afërsitë të shkollës së Marinës është asfaltuar dhe ka marrë një pamje krejtësisht të re, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e lëvizjes për drejtuesit e mjeteve. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar këtë të mërkurë nga televizioni 6+1 Vlora dhe tregojnë ecurinë e punimeve në terren, ku në disa pjesë të rrugës shtresat e asfaltit janë vendosur, ndërsa në segmente të tjera puna vazhdon ende. Megjithatë, pavarësisht progresit të arritur, një pjesë e konsiderueshme rrugës së Unazës mbetet ende e bllokuar për shkak të punimeve që po kryen. Kjo situatë ka krijuar vështirësi të shumta në qarkullimin rrugor, ndërsa kryesisht në zonën e Lungomares, ku fluksi i automjeteve është i lartë edhe gjatë ditës. Trafiku është rënduar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit, ndërsa automjetet detyrohen të përdorin rrugë alternative. Problemet nuk prekin vetëm drejtuesit e mjeteve, por edhe bizneset që operojnë përgjatë rrugës së Unazës. Pronarët e subjekteve tregtare theksojnë se furnizimi me mallra është bërë më i vështirë për shkak të kufizimeve në lëvizje. Sipas qytetarëve dhe përfaqësuesve të bizneseve, një zgjidhje e mundshme do të ishte zhvillimi një pjese të punimeve gjatë orëve të vona të mbrëmjes ose gjatë natës, ku qarkullimi i automjeteve është më i ulët. Kjo do të ndihmonte në reduktimin e ndikimit që kanë punimet në jetën e përditshme të banorëve të Vlorës dhe në aktivitetin ekonomik të tyre. Ndërkaq, Bashkia e Vlorës ka njoftuar zyrtarisht këtë të mërkurë se kufizimet në qarkullim do të vijojnë edhe ditën e njëjtë për shkak të procesit të asfaltimit të rrugës Pelivan Leskaj, një prej akseve të rëndësishme që lidhet me projektin e Unazës. Në njoftimin e saj, bashkia bën të ditur se duke filluar nga dita e njëjtë, qarkullimi i automjeteve në këtë segment do të jetë kufizuar dhe në disa raste edhe i pamundur, në varësi të fazës së punimeve që do të zhvillohen. Autoritetet vendore u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin kalimin në këtë rrugë dhe të përdorin itinerare alternative deri në përfundimin e plotë të ndërhyrjeve infrastrukturore. Ashtu kërkohet mirëkuptimi dhe bashkëpunimi banorëve dhe drejtuesve të mjeteve, me qëllim që punimet të përfundojnë sa më shpejt dhe pa vonesa. Projekti i rikonstruksionit të rrugës së Unazës është një ndërhyrje e rëndësishme infrastrukturore, kryesisht duke qenë se jemi në sezonin turistik dhe ndërhyrja ishte domosdoshme për shkak të punimeve në rrjetin e Rituaj-Sillësit. Por deri në përfundimin e plotë të investimit dhe rihabilitimit të rrugëve, qytetarët do të duhet të përballen me kufizime të përkohshme, të cilat autoritetet i konsiderojnë të domosdoshme për realizimin e këtij projekti.